Ne I sprovuam banorët e Mekës, siç sprovuam pronarët e kopshtit. Këto fjalë janë fjalët e Allahut Madhëruar në lidhje me banorët e Mekës dhe që janë populli I parë që ka ftuar profeti ynë sallallahu alaihi wasallam për në fenë e Allahut dhe u thot Allahu Madhëruar inna balawnahum kama balawna ashab al-janna. Ne me dërgimin e këtij profeti ju kemi vënë në provë si do reagoni në lidhje me të, do pranoni udhëzimin e Allahut apo do refuzoni atë, siç kemi sprovuar dhe të tjerë përpara jush dhe u përmend shembullin e pronarëve të një kopshti. Thon komentues të Kuranit, ky shembull I përmendur në këtë ajet është një grup vëllezërish që kishin trashëguar prej babait të tyre një kopësht dhe ishin ehli kitab. Babai I tyre, një burr I mirë, kishte një zakon në lidhje me kopshtin, se sa herë që e vilte atë, pasi merrte atë që I duhej atij prej tij, atëherë atë që I të pronte u andante të varfërve. Dhe pas vdekjes së tij, vëllezërit kur erdhi koha e vjeljes, vendosën të bëjnë në lidhje me kopshtin të kundërtën e asaj që bënte babai I tyre. Dhe vendosën të ngrihen heret dhe ta vilin atë para se të zgjoheshin banorët e fshatit. Dhe kështu në gjatë natës që ata kishin bërë këtë njet, atëherë Allahu Madhëruar I zbret kopshtit ndëshkim prej qiellit dhe e shkatërron atë. Saqë ata kur u zgjuan herët në mëngjes dhe vajtën të kopshti, than inna ladallun. Ne s'ka mundësi, ky nuk është kopshti ynë, ne kemi humbur rrugën. Dhe pastaj thon bel nahnu mahrumun, jo, por se ky është ndëshkimi I Allahut. Pastaj thot Allahu Madhëruar se fillojnë duke qortuar njëri tjetrin për veprimin që kishin bërë dhe Allahu Madhëruar u thot pastaj kadhalika al-adhab, kështu është dënimi I Allahut Madhëruar, wala adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, nësa dënimi dhe ndëshkimi I Allahut Madhëruar në botën tjetër është më I madh nëse do ta dinin, dhe kjo është për banorët e Mekës. Allahu Madhëruar nëpërmjet kësaj ngjarje na tregon se njeriu në këtë botë është I sprovuar në lidhje me udhëzimin që ka ardhur prej Allahut Madhëruar, nëse do pranoj atë apo do refuzoj. I sprovuar në lidhje me pasurinë e tij, nëse do shfrytëzoj atë siç duhet apo jo, do ja njoh të drejtën e të varfrit apo jo. Gjithashtu I sprovuar në lidhje me shëndetin e tij, nëse do e përdor atë në atë që do Allahu dhe në adhurimin e tij apo jo. Dhe I sprovuar në çdo aspekt të jetës së tij. Dhe ajo që kërkohet detyra është që të njoh të drejtën e Allahut Madhëruar në çdo gjë. E dyta, mirësitë, nëse nuk vlerësohen siç duhet, atëherë ato ikin dhe mund të mos kthehen më kurrë për të mos patur më ndonjë shans të dytë.